ku qëndron tash roli i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Normalisht që Partia Demokratike, si subjekti më i madh opozitar, thot eja me mund koalicion, sepse si je subjekt më i vogël. Lëvizja vendosje e thret në koalicion, sepse kemi, domethënë, na bashkojnë aspekti edhe ideologjik edhe programor, ma shumë madje se sa i PDK-s. Tashti, ajo duhet me vendos. Nuk mundesh me thonë, unë nuk duhem plani ideor programori juve ju ata djalë ju smajt. Nuk mundesh ti me thonë, unë nuk marr përgjegjësi edhe rri në opozitë. Ti merr përgjegjësi. Sepse qytetari i Kosovës ty të ka ngarku me përgjegjësi. Okej. Ose bëje qeverinë e opozitës, ose bëje qeverinë e jo të të shumicës të 48% të votës, domon shumicë është vota shqiptare. Bonit gati tani t'jepni kështu blic përgjigje se kemi pak minuta. Blic 2, shembull 1 për 2-ve, pyetja e parë, shkoj me pyetjet e publikut, zona e zotëri publikut, të cilën unë kam shumë për qefi. Daud Haxhaj thot pyetje për 2, a do të ndodh koalicioni VV dhe PDK në javën që jemi apo në fillim të qershorit? Jo, as në javën e që vijmë, as në fillim të qershorit. Nasnjëherën jo. Nasnjëherën jo? Pare? Jo. I garantoni Dautit? Po, i garantojmë Dautit që me lëvizje vetëvendosje na ndan çfarë shumë sa që nuk mund të ketë koalicion. Pajtona plotësisht. Daut, përshëndesim. Bislim Ayazi, një pyetje për Arber Rexhën. A është ndonjë deputet që ka guxim me shpreh mendimin e vet në kundërshtim me zotin Kurti? Po të është pse jam në vetëvendosje unë. Me guxu, po? Ja, fal. Unë pse jam në vetëvendosje, jam pse pajtona me Kurtin. Sigur të mos isha pajtu me Kurtin, s'do të isha në vetëvendosje. Dhe natyrshëm, tash ne kemi edhe debate, mrena subjektit ton politik, ku nuk pajtomi, nuk i din ky, domethënë ato. Që ka mos pajtim, ka debat. Normalisht ne dëshirojmë që para publikut me dhanë qëndrime tona konsistente, të rafinume, programe, në kuptimin asoj që mos me dalë të qeku i libruar para opinioni publik. Okej. Feta Boletini, thot përshëndetje zotëri Sadiku, juve dhe deputetëve, përshëndetje Feta, pyetje për zotin Behrami. Zoti Behrami u bë deputet duke mbrojtur kauzën e udhëheqësve të UÇK-s në Hagë dhe plotësisht me të drejtë. Çfarë logjike ka të mos votohet kryetari i parlamentit dhe të funksionalizohet parlamenti aty të shtrohet ajo mbrojtje dhe veprime duke u iniciuar mu nga ju? Fetahu po pyet për juve. Faleminderit shumë, Feta, është pyetje si më thonë logjike. Mirë, po ne nuk e votojmë një personalitet e cila sa ka qenë ministre e drejtësisë, nuk i ka mbulu shpenzimet e mbrojtjes së UÇK-s, vetëm 1/5, veç pak, vetëm 1/5 e shpenzimeve i mbulon shteti Kosovë, vetëm 1/5 i mbulon. Kërkesat për mbi shumat e përcaktuara ata nuk i paguajnë. Kjo është arsyeja kryesore edhe e dyta, këtu kisha vetë edhe Arberin për shembull. Ku janë njerëzit ka të sigurt që Albini se bllokon apet procesin. Për shembull Arber a voton të nën kryetarin e listës serbe? A voton? Nuk e votoj. Se voton, u bloku kuvende, urime. Apo kupton? Që? Jo, urime, për të blokuar. Ky e boni Jo, shumë mençur. Jo, unë kuptoj. Ja tash na leje pak debat. Apo den. Ja, një minutë. Ja. Domethënë e ka blloku tash. Jo, veç pak. Se çatu kanë pasur me bloku, çatu kanë pasur me bloku, po që u bloku më herët se kanë paramentuar. Debatim se më kurthove në atë kuptim. Jo, marrni ju. Që kushtrim? Unë thash, edhe kur e shtrova debatin e nën kryetarëve, unë e shtrova në kuptimin e një tendence të ardhshme të lëvizjes vendosje, siç po e bëjnë tash PDK-ja, LDK-ja, AOK-ja dhe lista sërbe, të cilët nuk e votojnë kryetarin komand. Unë thash, në qoftë se lëvizja vendosje lista e voton nëse ja bëni votimin e fshet. Jo voton lista sërbe. Me listën sërbe ju keni pas koalicion tankon, presë themelimin. E keni themeluar edhe vet listën sërbe. Është ka lista sërbe është po ka themelu 2014. Atëherë ju koalicion të msheft me ta siç po thotë Behrami. Po për çata po doin votim msheft o ndërum. Në aspektin transparent. Për çfarë lypën votimin e msheft? Me ja mësu listën sërbe me votu. A mos është akuzë pa drejt kjo zoti? Po çe, le të qesë listën sërbe. Unë po do me lanë, fol, pse kemi lanë fjalën. Po jepe përgjigjen. Jo, po le, se po du me dëgju. E kemi blitz instant. Kushtrim, sot PDK-ja, LDK-ja, Aleanca, edhe lista sërbe votojnë
edhe kundër, ose s'marrin pjesë varësisht që e zhvillojnë votimin, edhe një komisioni për votim të fshet. Sigurisht ashtu lista sërbe kishme votu. E dyta, lista sërbe është në harmoni të plot, s'po them në bashkëpunim, në harmoni të plot, pra me krejt subjekte tjera politike për mos votimin e komisionit dhe mos votimin e kryetarit të kuvendit. Të tjera dikur ka qenë me juve kundër veteranëve. Ilir Morina dikur ka qenë me juve kundër veteranëve. Ilir Morina pyetje tjetër. Ilirin e përshëndesim. Vetëm pak Artan Arbër ti respektojmë shikuesit se kanë shkuar shumë. Do desha me pyet deputet pasi që janë deputet dy partive të ndryshme, a kanë drejtat të barabarta në kuvend dhe a i kanë rrogat, pagat njësoj dhe a është kuvendi shtëpia 120 deputetëve apo vetëm partisë fituese? Ka po, që një kalabllak pyetje. Drejtat krejt barabarta i kanë. Po, barabartë janë. Sa i takon pagës, beneficioneve. Okej. Po, pesmarrën komisione, po. Veç diçka, seanca se duhet me ja përmend çdo qytetar. Seancat të cilat i mbajmë nuk paguhemi për asnjë seancë. Që ta kenë qartë qytetar. Luan Ismail Bunjaku, një pyetje, thotë, pse opozita e tanishme në të kaluarën pa një pa dy e voton të Zahed Nisën, gjykatën speciale Çakorrin dhe të tjera, ndërsa tani po kanë problem me votu Albulenën. Bravo. Bravo, kjo është pyetje. Po, e njëjta vlen edhe për lëvizjen vetëvendose, do thotë, edhe këta nuk kanë votu plot gjëra para se kanë bloku për shembull Kadri Veselin. Unë mendoj që nuk do të me pa në këtë këndvështrim. Na jemi në situatë tepër të rëndë dhe kemi një personalitet që është zoti Kurti që po mundohet me zor, me çdo kusht kundër kushtetutës, kundër ligjeve të Kosovës, me katapultu Albulena Agjiun si kryetare të kuvendit. Na jemi kundër saj. E na simbola Zahed Nisës çka tjetër. Dorë zemër ç'është akselem fundamentale, po. Fundamentale është. Bazik është, jo vetëm selem. Ende më mirë, se unë e them. Abaz Foniqi, faleminderit që po pajtohesh me mua, besoj po. Se dia pajtohesh me këtë zotrinë, si do ta bëj pyetje. Thotë pyetje për Arber Rexha, po thotë Albini për qeveri i kemi votat, pse këta numra nuk ju mundsojnë për zgjedhjen e krye parlamentarës zonës Albulena Agjiu, inshallah s'ka shku aty ku s'duhet ai telefoni. Se a do thotë se vetë vendosi nuk dëshiron ta zgjedhë zonën e Albulen? Nuk mundi më barazu ajo me Albin Kurtin. S'ka pyety Beramin, ka pyet mua. Abazit. Një gjë, mos harroni një gjë, Albulena Agjiu në krejt veprimtarinë e vet ka qenë, domethënë, një dekadë opozitare dhe normalisht për një opozitare nuk mundesh me kërku ose me dhënë një gjykim objektiv me thonë që kjo nuk ka qenë unifikuese, nuk e ka pasë as qatë detyrë, adin. Edhe dyta, ne kemi vendosë zonjën Agjiu për dy arsye. Një, kemi dashë kuvendin me kryesu një gru, edhe dy, mbi bazën e legitimitetit, pra si gruan më të votume në të gjitha listat. Okej, pyetje kjo, në rregull. Kam një pyetje epike është për Arbrin. Muzafer Avdili, po them epike për Arbrin, do pajtohet Arbri kur ta dëgjon pyetjet. Të përshëndet Kushtrim edhe të nderuar deputet. Për logjikën nuk e di a pajtohesh, ama për elementin do të pëlqen. Muzafer Avdili, Muzafer, të përshëndesim se e di që e kemi shikues të rregull. Thotë, kjo farë puna thotë Albulenës i bie sikur trajneri i Realit, me i thon trajnerit Barcelonës mos e fut Jamalin në lojë sepse nuk më pëlqen. Bravo. Tash ta din qysh. Unë vendos për ekipin tim, Artani vendos për ekipin e vetë. Ti që është Arbri. Reali, a ka drejt ky zotëria me këtë konstatim ose jo? Po ky zotëria duhet me ditë një gjë që Reali nuk mundet mi thonë Barcelonës mos e vendos domosdoshmë një lojtar kundra në fushë. Sepse ka ditur ta bëj kështu historikisht Reali me Luis Figo me do të tjerë, po. E ka ditë me bëu këto, a? Ka ditë me bëu. Si jam ka marrë lojtar, do të me një varë, nuk e di ato. A ka drejt Muzaferi ose jo? Po, ka drejt, dëgjoj se si parti fituese ki drejt me propozu, po nuk mundesh me obligu kërkon me të votu. Për me obligu na i kon, dush mu ullë, mu bo njeri mirë, mu bo burri mirë, me afru, me fol pak me amel, me bo një marrëveshje politike, me bo dialog, me bo kompromis, edhe ma dhe e voton. Kretë debati ke në shumë objektiv edhe u mundu me debatu pra sa dim sigurisht të dytë. Po një gjabet, unë e di që ti edhin. Jo vetëm ti, po shumë deputet cilët janë zgjedhur për votës,
votës qytetare. Kur po thu, ka të drejt me propozu. A thu ata gjyqtarë, vesh më lejo bret lutem, ata gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, kur e kanë thonë qëta, a e kanë thonë këta, ta shevi në turko, në frymën e kushtetutës, kjo nënkupton që ti duhet me votu o deputet i kuvendit të Kosovës. Kur ti propozon një femër, kur ti propozon. Ajo të shkon në frymën e kushtetutarë, shkon në frymën e kushtetutarë. Tash dhe çka i bjen? Unë e thjesova ky tha është esenciale. Unë po them që konstituimi i kuvendit, rrjedhimisht zgjedhja e kryetarës, nën kryetarëve të kuvendit, është akt solemn, çështu të po thotë gjykata kushtetuese. Shumë mirë që është, e kalojmë këtë fazë, votojmë edhe nuk e pengojmë Kosovën. Pa negociata, pa marrëveshje politike, pa kompromis. Ama ka dhënë çfarë drejt gjykata kushtetuese, pse s'u respekton? S'ki numra more? Që s'kam numra. S'ki numra, ki 488. Edhe një deputet ma shumë se ti, çfarë të drejt ma ka dhënë gjykata kushtetuese? Jo, sa ka dhënë. Gjykata ta ka dhënë me propozu. Me propozu burr. Po ai kot se ka thonë me propozu, ai ta ka thonë me propozu në kuptimin e asaj që ti duhet me votu. Gjykatën kushtetuese, ajo të ka thonë me propozu, propozo. Si ke numrat, ndro, të e edhe ambasadorin gjerman që kemi me këmë pjesën e dytare, pjesën e parë e konstituimit prej qeverisë. Unë nuk prestim ja dhënë votën Albin Kurtit në qeveri. Okej, fundit Skënder Abdyli po pyet, edhe pak, ata në arbërt e fundit, Skënder Abdyli po pyet. Unë po të japi votën. Ai gatshëm shkon në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Ai gatshëm shkon në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Na jemi të gatshëm, sepse edhe Mati kanë treguar që e vetmja parti që ka rritën. Mati e kam parë që dyja keni dalë mirë. Po, kështu që po, dëgjon, unë besoj